personat që konsumojnë marrëdhënie seksuale janë persona që në shikim parë japin një pamje shumë më pozitive. Janë të mbushur me hormonet të kënaqësisë që lirohen gjatë marrëdhënies, sidomos pas kalimit në orgazm, të dy sekset, të mashkullit dhe femnat. Kurse insistimi që me dallu dikon që s'ka pas marrëdhënie seksuale gjatë është një insistim i pabazuar shkencërisht, po ekspertët e dallojnë pak mbas të sjelljeve, mbas të bisedës, mbas të ndajës që e bojnë, janë zakonisht ata që konsumojnë marrëdhënie seksuale të rregullta, janë më të frustruar bisedë. Në pamje nuk e kanë atë shkëlqimin, nuk e kanë atë kënaqësinë që e rrezatojnë personat që kanë marrëdhënie të rregullta seksuale. Duke qenë të pakënaqur seksualisht, ndajën, bisedën, dukjen e kanë pak më ndryshe prej personave tjerë. Jo gjithkush mundet me dallu një person që ka kryer ose s'ka kryer marrëdhënie seksuale, po për neve ekspertëve asnjë është ajo 100%, po në 70% më me konstatuar që dikush ka mungesë marrëdhënie seksuale, edhe më me konstatuar që dikush është i përmbushur në aspektin seksual. Pra, të dyja, edhe ata që s'kan bë, edhe ata që s'kan bë, dallohen në dukje pak, po sidomos dallohen në karakterin e tyre, në ekspresionin, shprehjet që i bojnë biseda dhe në marrjet vendimeve. Marrjet vendimeve të ngutshme, marrjet vendimeve në gjendje të frustrume, zakonisht janë specifika ose karakteristika të atyre personave që s'kan konsumuar ose rrallë konsumojnë. Na përdit i shohim edhe nëpër media, edhe i shohim nëpër biseda të zakonshme, njerëzit që shprehen ndryshëm, po pak kujt i shkon mendja që ai person mundet me pas mungesë të marrëdhënieve seksuale. Kozgjatja e një marrëdhënie seksuale është e padefinuar. Ajo që ka dihet në shkencë është minimumi sa quhet marrëdhënie ose sa quhet ejakulim i parakohshëm, por nuk ka përkufizime se sa është e dëmshme nëse bëhet shumë. Në parim, një marrëdhënie seksuale optimale është ajo që zgjat 5 deri 7 minuta. Për disa çifte mundet me u kry për 2-3 minuta dhe është e mjaftueshme që të dytë me pas një orgazm të mirë në atë periudhë kohore. Ka persona tjerë që është 10-15, diku 20 minuta llogaritet që është e mjaftueshme për një çift me e konsumue ose me qenë kozgjatje marrëdhënie seksuale. Tash, a ka çifte që zgjasin më shumë? Pashmangshëm që ka. Ka çifte që bëjnë marrëdhënie seksuale me orë. Disa tjerë bëjnë me ditë. Normal, jo të ankohen të penetru, po penetrojnë, bëjnë diçka, angazhohen prap në ato marrëdhënie seksuale dhe duke qenë se rrin gjatë marrëdhënie seksuale, nëse kanë edhe orgazma të shpeshta, të rritë, mundet me pas edhe ejakulim shumë shpesht, është evidente që mundet me pas një farë lloj dehidrimi, se marrëdhënia seksuale është aktivitet i rënd fizik. Në aktivitet rënd fizik ka dërsitje, ka angazhim, ka lodhje të muskujve, ka lodhje të sistemit nervor, psiqik, dhe munden me u ardhë në një situatë që me u ndit lodhën edhe traskapitën. Ka raste shumë ekstreme, kur njerëzit që angazhohen me marrëdhënie seksuale të zgjatura, për shkak të angazhimit të rënd fizik, munden me pas mbi ngarkesë zemrës dhe munden me vdek gjatë një marrëdhënie seksuale të zgjatur, të mundimshme, edhe pa konsumuar asnjë lloj bare. Prandaj, ajo sa është e mjaftueshme dhe sa duhet me zgjat, është çështje e çiftit. Secili individ, kur bashkohet me individ tjetër, e bën një çift dhe kryen një marrëdhënie seksuale unike me atë çift. Nëse njëri nga këta dy e ka një partner tjetër, është e pamundur me kryen marrëdhënie seksuale njëjtë qysh ka kryer me atë personin tjetër atje. Edhe në kozgjatje, edhe në cilësi, edhe në mënyrë të pozicionimit ose në mënyrë të bëmit seks apo të vendit. Prandaj shumë është personale, shumë është çështje që çiftet e zgjidhin ose e përdorin. Ka raste kur çiftet konsumojnë alkool, kanë marrë një shtëpi vikendi ose kanë dalë diku për vikend dhe janë nisë me qëllim që me bë marrëdhënie seksuale gjatë këtë vikendit. Dhe ata pashmangshëm që edhe raskapiten, edhe dikur ajo marrëdhënie seksuale kur bëhet e gjatë, bëhet normal e mundimshme, nganjëherë bëhet edhe dhimbshme nëse s'ka mjaftuar shumë lubrifikim dhe si pasojë mundet me qenë fundi nganjëherë edhe jo i mirë për të dy ata individ që angazhohen në marrëdhënie të tilla.
Në shkencë njihet që marrëdhënie seksuale që zgjat mjaftueshëm, marrëdhënia që përfundon me orgazm të dy partnerëve. A është 2 minuta, a është 5, a është 20, është çështje e secilit çift.